Interes të lartë për procesin e zgjedhjes të drejtuesit të ri të SPA kanë shfaqur edhe ndërkombëtarët, zëvendës drejtori për çështjet e Europës Perëndimore dhe Qendrore, teksa vlerësoi punën e drejtuesit aktual të prokurorisë së posaçme, u shpreh optimist për vijimin e bashkëpunimit edhe me pasardhësin e Dumanit. Në postimin e ambasadës amerikane, vjet theksi tek puna e Dumanit për të luftuar korrupsionin që pengon kompanitë dhe investitorët amerikanë. Përpjekjet e zotit Dumani vendosën standardin për bashkëpunim të fortë mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë kundër organizatave kriminale ndërkombëtare, i cili shpresojmë se do të vazhdojë me pasardhësin e tij. Edhe ambasada britanike cilësoi hap të rëndësishëm zgjedhjen e drejtuesit të ri për luftën kundër korrupsionit. Zgjedhja e drejtuesit të SPAK është një hap i rëndësishëm në përparimin e Shqipërisë për forcimin e shtetit të së drejtës dhe luftën kundër korrupsionit. Është e rëndësishme që Këshilli i Lartë i Prokurorisë ta realizojë këtë proces në mënyrë të lirë, të drejtë dhe transparente. Më tej thuhet se Mbretëria e Bashkuar pret me padurim të bashkëpunojë me çdo që do të zgjidhet për të vazhduar dhe forcuar marrëdhënien e shkëlqyer.